Përshëndetje shikues të nderuar të podcastit Arena Yjeve. Jemi në podcastin e radhës Prodhimi i telegrafit që transmetohet edhe në televizionin Dugazhini. Me ne është Bardh Mazjuni, koleg, dhe Lavdin Bireva. Mirë se vini. Mirë se gjetëm. Mirë se vjen të e të na. Se se konë moti. A konë bardh për që këna ndërru. Ja, nuk konë moti. Mirë se vjen. Faleminderit, knatësi, ambienti shumë ndryshe. Atëherë, para se mi anis, mos harrojmë edhe mi falënderu mbështetësit tonë që është pia numër 1 në vend Golden Eagles, si edhe për aventura të reja tash në sezonin e dimrit Ermyne. Mos të harrojmë, na u ka bashkangjit edhe një bashkëpunëtor i ri, Exfis, pompa e benzinës Exfis. Kompania derivate. Kompania derivate, okay. Do të thoj me ne, po shetutje. Ka për janisëm. Ti na ke thira, them një si keni orë, ka Okej, unë e pjanisi. Atëherë, vetë në vajsen. Po startoj me folm për futbolin kosovar, aty ku na flen zemra mas shumë ti. Para se me nisë të Superliga, ditën e ditëve të fundit u hedhë shorti për 1/8 e finales Kupën e Kosovës, ku ka pas BG për ballet forta. Po, që unë e pilezoj, Prishtina Ballkani, Drenica Ferizaj, që e para finale, Hesati. Gjilani Liria, Trepça 89 Malisheva, Feronikli Dinamo, Dugazhini Prishtina e Re, Drita Llapi dhe Voshtërja Vllaznimi. Thonë, shifte dikush. Në çerek finale do më thonë janë 4 ekipe më pak Superligës minimum. Po, se luajnë me zvete. Po, 4 futbollet Superligës. Po besoj që shumë futbollet barabarta, po thuaj se krejt. Prishtina Ballkani një përsëritje asoj finales para 2 vjetëve që pat lujt stadiumin Ndrenas. 2 ekipe që si vjet kanë tregu formë të mirë, po me oscilime që thojnë të na trajnerat. Ka pas ullje ngritje të veta, po jo në krye tabelës, dhe me thonë është realisht dykujna me thonë Prishtina Ballkani në shkum finale, për qëtë sezon që ka njep, këshën thonë, okej, ko ka e meritume. Pastaj, tash nuk mas i lojt luën shkurt, edhe dhe në shkurt na kem një afat kalimtar, edhe të një afat i kalimtar din me konë shumë ndryshe se në vene tjera kvalitar të lirë, që për Rumani e Bullgari nuk janë interesant, për neve mund me konë shumë interesant edhe me ndryshu nivelin e skadrës. Pezojna kështu vesh, si ide, tha. Këto përbolle kanë mullu në shkurt, që që thamë, me thonë kush fiton e kush nuk fiton. Fillon i vjeshtor me këto ndeshje. Po, do me thonë, i shkon, kishë mujtë mja huq shumë, do me thonë, se mujtë me ndryshu përbërjet e skuadrave. Aktualisht Prishtina luajnë ka me lu vendas. është vesh një ndeshje që Kozha ka përparsi po, vendas, po. Pastaj, Drenica Ferizaj e shëni përbolljet baraspeshume. Është të përsëritje e sezonit kalu ku Drenica prej ligës pare eliminoi Ferizajin. Po, do me thonë Drenica din me në kup din me ecë shumë mirë, shumë shesh ka shku edhe në finale. Gjilani Liria është përbollje, është që Gjilani më i favorizuar edhe pse është vendas, por edhe ka ekipën, po besoj më të mirë, kvalitar më shumë, edhe pse Liria këtë kena thonë për ligën e parë ka ekipën jashtëzakonisht mirë. Po Gjilani është favorit. Trepça 89 Malisheva, tash ç'është po them, me qyteturi Malisheva unë s'kisha dyshu që eliminon. Mu lujt loja në qitë mesjavë. Se Malisheva ka kop një formë shumë të mirë, por të zhvillu ndeshje shumë të mira. Po pranvera, vorët që na sjellë, me thonë edhe kjo përbolle mundet me sjellë befasin. Bile na e dina gjire dytë, shumë shpesh sjell befasit maja. Malisheva pas shumë probleme edhe me Trepçën e vjetër që eliminoi 2-1. Ketu hub në pjesëpor, golin 2 golat, do me thonë fitoj me rikthem, golin e dytë edhe në minutat e fundit ndeshjes, edhe prap mundet me pas të lashë, se Mitrovic kur nuk është e lehtë me fitu. Kur? Sidomos në Rizalusht, ato ku Trepça 89 gjithmonë luajnë futboll,
është ekip që pa marrë parasysh në ligë para në Super League, e ka lojën e vet, lun me top për tokë, mundon me bësh shumë pasime, edhe në ligë parë që janë mujnë mishti impresion ekipet e Super Ligës. Thessalonikin Dinamo përballja e parë e ligës të parë. Po. Dinamo u ngjit shumë mirë në kohët e fundit me trajnerin Leotrem Krasniqi. Se kanë llogarit, po domethënë mbrojtën vendin e tretë, po Thessaloniki është i dyti, domethënë i përballje dy ekipeve që kanë qenë pretendentë me në Super League, në një lojë shumë e mirë, shumë e hapur. Dugagjini Prishtinë e re, edhe kjo përballje interesante. Dugagjini është ma favorit, sidomos vendas, Dugagjini vendas e ka kriju atë kështjellën e vet, edhe është probleme. Po buni far Ballkani para disa sezonëve kur ishte pa hundur me marr pikë dikush ose zakonisht çdo kampionat e ka një ekip të fushës, po besoj që tena mas shumë t'i përshtatë Dugagjinit. Vitin e kaluar më konferizoi. Shqipni u kon laçi përpara që s'ka mujt me mujt kërkosh. Tena po besoj që në vitet e fundit Dugagjini ka kallëzu që sidomos mrena mundet me hub, po mu korrit nuk korritet. Domethënë mrena e japin maksimumin, është shumë e fortë. Drita Llapi, tjetër përballje spektakolare, interesante, drita në pranverë. Finalja e para 3 viteve, Po, domethënë që dy finale i pasëm që jenë lu. Po. Ndoshta me ima kështu na dalën në një tjetër. Jo. Drita Llapi, edhe kjo derbi, super përballje. Drita favorit që vendas plus në Evropë plus ekipin e ka më të mirë mendoj. Bisa është asnjëherë let mu po. Sidomos në kupë Llapi dhe me ecë kupë shumë lart. Përballja më e mirë sipas meje. Tash këtë këto janë shumë të forta, po përballja më e mirë është Vushtrria Vllaznia. Është një përballje që unë kam qef me pon Super League. Klasike e vjetër. Se qëre klubet e Super Ligës janë mësu me shku në terren e let me lu. Me shku në Gjakova dhe në Vushtrri me lu është ndryshe. Me fitu pikë atje, presione shumë e madhe. Me thonë nëse i merr 3 pikë atje, dije që ke bu futboll perfekt. Se atje ki shikus shumë, me thonë janë 2 treva që dojnë futbollin jashtëzakonisht shumë. Kam pas gjithmonë shikus, kam pas ekipet mira, lojtarë shumë të mirë. Këtë vit janë pretendent Vushtrria është në vend parë, realisht me gjithë ato probleme financiare, me arrit me majt vend e parë në ligën e parë me këtë konkurrencë. Konkurrenca është jashtëzakonshme. Jashtëzakonshme. Që ka qenë herë më e madhe konkurrencë. Korrë në peqe moj men është ajo. Edhe Vllaznimi me do rezultate ka funi që nuk janë të mira, se ke në pjesën e përme edhe Vllaznimi të luftu, po ka apet, po që atë është 5 pikë, 6 pikë nuk është largë, po është një përballje e jashtëzakonshme. Do të thonë Vushtrria Vllaznimi për ata që e pëlqejnë futbollin e fortë, është përballje që mos mu hub me në asnjë mënyrë. Realisht do të thonë se cila ndeshje është më e mirë se tjetra, edhe nuk duhet më pas asnjë ndeshje. 3 më të mira janë. Ti për Vushtrinë do të thonë je sigurt që i kalon. Nuk e di, edhe Lavda tha derbi tash të shohim. Po mendoj që edhe fakti që është vendas, tifozeria jep një avantazh për shkak se forca dihet. Që është Lavda jo veç ekipi, po edhe tifoskene si mungon një tifozeri si ajo Vushtrisë. Po të shohim. Cilën ekipe shet do të thonë që kalon pa problem. Pa problem, nuk e besoj që ka me konë do një ndeshje që ka me u përcaktu fituesi pa problem, ka shumë ndeshje të mira. Prishtina si kampion fuqi, po besoj që ka me tentua dhe këtë sezon me fitu kupën, për shkak se unë personalisht në kampionat e shë Ballkanin edhe dritën një avantazh ja u jap për titull kampion, kështu që unë mendoj që Prishtina ka me konë ndër pretendentet kryesore për titull edhe ja jep atë shtysën shkaku që është kampion fuqi. Edhe këtu ndeshje tjera që është Lavda kanë me konë krejt interesant, nuk muj me thonë për një ekip që kalon pa problem. Ty Romak, cila po duket përballja më e fortë, që si kishe hupti? Realisht mirë tha, Vushtrria Vllaznimi, Drita Llapi, Prishtina Ballkani janë 3 super përballje. Që nuk mundesh me parashiku asnjënën që është
me thonë 51% favorit kundër 49-ve. Unë qëto 3 përbolle i vlerësoj me përqindje 50-50. Do me thonë se janë 6 ekipe shumë të barabarta me njëna tjetrën, edhe drita tham që është kampion fuqi i Superligës, mundet më konë një favorit letër, po lapin kup shëndrohet me një ekip shumë të fortë, edhe që është mujt, e ka tregu vite të fundit të i fitu 2 kupat Kosovës, edhe nëse ka eliminu dikush e ka eliminu me shumë mund. Kështu që drita përkundër që e ka terrenin vendas, ka me pas shumë shtirë me fitu këtë ndeshje. Të e marë parasysh edhe ato që e thamë, që është loja e parë më pranverë dhe asnjëherë nuk e dimi që janë ekipet se vinë mas asaj fazës përgatitore në Turqi, ku zhvillohen disa ndeshje miqësore, tash larg qoftë asaj, po mund më lëndu në lojtar kryesore dhe normalisht që ka me ndiku edhe në fush. Po kështu që çto 3 ndeshje janë finale para finales. E si ekipën më të favorizuar për me kalu tutje e shoh Gjilanin, ndoshta me një përqindje 70-30 me Lirin. Jo për emra që kanë 2 klubet, se janë 2 klubet mëdhaja, sidomos edhe Liria, po për faktin që Gjilani ka ekip shumë cilësore dhe po përballet një ekip e Superligës me një ekip Ligës parë. Kështu që Gjilani e shoh si favoritin e madh për me kalu tutje, ndërsa çdo 3 ndeshje tjera i shoh që janë tepër të barabarta dhe shumë të forta dhe që s'ka më ditë, domethënë kush ec tutje deri në fund. Bardh. Bardhi Një pyetje. Për çdo 3 lojë, kam ta nxjerr si video të shkurt, kështu nëse kalojnë, ta nxjerrë, se nëse s'kalojnë, s'ta nxjerrë. Unë ta them emrin tim ka zën kush ka lënë. Sëndron ke pingjëra pa të kaltë. Prishtina Ballkani. Prishtina. Drita Llafi. Drita. Vushtreja Vllaznimi. Ndeshje barabarte, përmenem si ndeshja më e fortë, nashta prej krejt këtyne qifteve, po besoj që Vushtreja që tha shkoku i tifozerisë, po besoj e ka një avantazh më të madh. Për ndryshe nëse i shlujnë ndeshja në Gjakov, po besoj që Kisha kalu avantazhin tjetër në anë. Po. Edhe po besoj veç prej vitit tjetër veç edhe ka me fillu mu zhvillu ndeshjet në stadiumin e ri në Gjakov. Po punimet janë u shku shumë mirë. Veç mirë punimet janë. Unë kisha dosh me fol pak i ndo do minuta edhe për qëtë konkurencën e Ligës Pare. Përmenëm që i Vushtria u shpall veç kampion vjeshtor, aty ka përfundu sezoni vjeshtor, për dallim prej Superligës, janë edhe 2 gjera. Janë 7 ekipe që janë në garë për 2 pozita, edhe e treta që shka normal në barazh. Po du me të pyet ty, si dikush gati 20 vjet për i ban që i në gazetari e shkruan për futbollin vendor. Vushtria është e para, Feronikli e dyta, Dinamo e treta, Vllaznimi, Liria, Trepça 89. Tani mos harrojmë edhe Rami Sadiku që është një ekip shumë interesante dhe që është shumë vështirë me marr pika atë. Kush po mendon që kanë më konë 2 ekipet e para që hypin Superligë edhe e treta që shkon përmes barazhit. Gara është, mos harrojmë, veç 6 pikë janë diferenca mes 7 ekipe. Nëse Vushtreja arrit mi sanu problemet financiare dhe pse dihet që ka mrapa një sponsor shumë të fort, për shkaku i dokumentacionit klubit edhe ka ndodhur këto vonesa, unë po besoj që Vushtreja është shumë avantazhuar mas pari me trenerin, me stafin që e ka, është një trener që ka ngrit ekipe për Ligës të parë në Superligë, mos harrojmë Dugazhinin para disa vjetëve dhe Dugazhinin e ka rrit me stabilizu, po për Ligës parë ka qenë finalet kupës, edhe e eliminon Trepçën 89 ndeshjen e barazhit edhe e fut Dugazhinin në Superligë. Domethënë është një trener që din punën, çysh punohet në ligën e parë dhe çfarë do të. Realisht liga e parë është më ndryshe se Superliga, do ndeshje luhen më fort, nuk janë ndeshje të lehta. Dhe ka dallim shumë të rrhin i vendas. Po, Vushtrin e shoh mas favorite. Realisht Vushtrin e shoh në Superligë,
nëse veç arrin që ato probleme mi sanu, ndërsa këto tjerat, Ferronikli, Dinamo gjithmonë afrohet, po nuk është tu arrit me kriju një farë mentaliteti për me luftu edhe me ose me ka barazhe nëse me hi direkt. Domethënë shumë shpesh këto vitet e fundit të afruan çto pozita, po nuk ka arrit me majt. Tash po shohim që edhe trajneri don mu largu, ka ofert për vllaznimit. Nuk e shoh klub si stabil në çdo raste, domethënë. Edhe në të kaluamën e pa dëndru trenerin, e pa dënë marrë Bylbyl Sokolin për me shku në Superligë edhe nuk më të me arrit. Ata do të me kriju një ide me kom po dojnë me udhtu edhe mos më ju do aso ideje, nëse ky trajner kur i ka marrë në konë vendin e 7-ës e 8-ën edhe i ka pru në vendin e 3, po veç plotëson ja këtë kushtet edhe vazhdon i tutje se ka klube tjera që ja plotësojnë pas një problem edhe lejtar që i dën ja bin. Dinamo për këtë është pak problem. Ferronikli është një ekip që lunë vitet e fundit me shumë ullje ngritje, herën Superligë, herën Ligë të parë, vit ku edhe atë si vjetë më raportu për probleme financiare. Zakonisht po, në Ligën e parë. Por dallim për dy ekipe të para, është po du me të pre, që kam probleme financiare. Dinamo e Ferizajt është një prej skuadra më korrekte në Ligën e parë. Po, me pagesë. Me pagesë, nuk shkon do me thonë data 3, kur i marim parët edhe është diçka një lajm i mirë për Ligën e parë. Po, Ligën e parë. Unë besoj që edhe vllaznimi dhe liria janë mirë financiarisht si vjet, edhe nuk kanë pas probleme, Trepshat të thënon si gjithë me ata lejtarë të ri, me futboll të mirë, po me shpenzime pak. Trepshat të thënon edhe kur u bë kampion nuk e ka pas ekipin më shtret, janë kon 2-3 ekipe më shtreta se ata në atë vitin e pranimit parin, po i kanë dhonë Kosovës lejtarë si Marrë me Ashari, si Rëmbroja. Në atë vetë konë edhe të gjoni një sulmus që ka bu karrierë në Azerbajgjane, Platvene, jashtë, Tërend Hasani. Po një gjenerat e re shumë e mirë. E jashtë zakonshme. Që të më dhonë sigur në atë vetë me 400-400 euro në rruga. Po, shumë pak, besoj edhe në që shumë pak. Po, është një klub që i provon në stop. Më edhe që tash i kishtë 3-4 lejtarë të ri të jashtëzakonshëm, që ekipeve të Superligës për ju pëlqenë edhe veç i kanë shiku për safërmi. Liria, kena thonë, sulmi maj mirë i ligës të parë, pa dyshim me emra që i ka është. Se ta hajnik që i kur taj. Super ekip. Lecce ka stabilizu, që është e vërteta. Nuk ka asë një umbje, një barazim e ka pak që ka mujt me fitu kundër Prizrenit edhe i thash se takuhan një ditë në emision i thash qaj barazim thash të kish ofru thash vend po i shikon tamam nuk i shikon shumë larg se që ato është po me 38 pikë i shkon në vend e 3 apo mos të kish shumë barazu ato thash kisha fitu në Dinamo i ka hidha ati menja trajnerit tash pedin qysh dikon situën pikë, po dikon tjetër në kampionat më është me i kompenzu. Po shije që ka stabilizu edhe ka shti fuqishëm nga orë për pozitat e para. Tash, une menoj që si për Vushtrën, si për këtë ekipët që janë ligën e parë, ndryshe është me të njek Liria, ndryshe është me të njek Dinamo si Trepshat të thënon, me qëtë ekip që e ka. Me gjitha qytet madh, me ati tifozëri, Liria është kandidat edhe kandidat si vjetë e kanë ata me çdo kusht me hi. Kështu do të thonë që edhe investimet si ekipe Superligës po, si ekipe Superligës, do të thonë se shofort nashta me një 200 mbrojtësa të tjerë çatu me Prishtinën e Re, Ferizajin, Drenicën, çajnë ato ekipet poshtë atje. Realisht mbrojtjen e kanë përforcu pisi po e kanë marrë Ajdinin e Prishtinës, po me pas numër më shumë. Po them jo veç 200 mbrojtje, apo me pas 4 shumë të mirë. Edhe me sushur me mujt me pas 9 orë zero edhe që ata e kisha se jo për që nuk ka kvalitet. Se ka edhe Yll Hoxhën atë nonën e majtë, domethënë ka lojtar, po me pas numër të lojtarëve më shumë, besoj me çto ekipet e Superligës si për mëna me kvalitet me besoj që ato janë. Api bim shkurt kësaj pune se kush mendon ti si po hen?
Se unë e thash Liria Unë mendoj mundet që me ka pozitën e është dytës e era- tretën edhe Feronikën e shët avantazhum. mas- Ushtria hen, mas shumë vite mendoj që si vjet 3 ekipe kanë me hi prej Ligës Parë, edhe ajo e barazhit ku çdo që met prej Superligës në barazh ka me ra. Hin Ushtria, Liria, Vllaznimi. Domethënë jena me datë 11 vjetore. edhe po ja sot zvullën për ma. Çto 3 ekipe kena mi po në Super League edhe sezoni tjetër Superliga ka më kon flok se Po, me 3 këto- ekipet më dhoja futën edhe 3 tipozëri tja zakonshme Pa. edhe që ashtu krijohet Që i kanë një me- rivalitet jashtëzakonisht i madh dhe bëhet edhe më e bukur Superliga. Okej, veç kena me ta rikujtu këtë do tani. Pa Kena ja vrejt, ja. zakonisht ja që lloj. Po jo, kam edhe dëshirë mi po që këto 3 klube të mëdha në elitë edhe kanë cilësi. Do të thonë kanë cilësi, janë ndër ekipet favorite, nëse janë 3 favorite, janë në mesin e 6 ekipe favorite. Po besoj që këto 3 si vjet kanë mu inkuadru. Cila do që të merr në barash, nuk po flas me me emra, po ka ardhur koha që skuadra e Ligës Parë me eliminu ato të Superligës prej barazhit. Se ndodh kjo zakonisht në çdo 4-5 vjet, po besoj që si vjet është koha. Shto 3 kanë me met njona, barazh Po. 2 vinë. Qëto të fundit që janë, si shone, s'kam... Dhe Drimagjuni do më thonë vazhdon me ndyqi prej ardhja sigur të në Superligë. Ushtria po besoj që hin Super League edhe e meriton. E tham edhe për shkak pasionit që e kanë tifozëria, janë afru do me thonë barazh, atëherë po me llopin që humbën penalla, ajo penaltit pak edhe fat. Po besoj që e meritojnë me hi në Super League, edhe unë besoj që po besoj dëshira jam i shkon me hi Ushtria, Vllaznimi edhe Liria kryesisht për shkak traditës që e kanë, se shpesh thojmë po mbungojnë ekipet me traditë që me pas ma shumë rivalitet, si në aspektin sportiv në fush, po edhe në tifosken për shkak se na e dim që kur ka tifoskena kur është nivel, është edhe futbolli nivel. Po. Këto 3 tifozeri këtyne 3 ekipeve kanë dëshmu se çka din me ofru me një ndeshje, kështu që unë kisha pas dëshirë këto 3 ekipe për me arrit qëllimi për mund gjitë Super League. Okay. A kthehemi te Superliga pak. Po ty të nalë, bra. Janë zhvillu 16 gjira dhe i tash. Ballkoni ka marrë primatin prej kësaj jave me një fitore spektakolare. 6-1 ndaj Prishtinës të Retë, cila vinte nga një fitore spektakolare ndaj Prishtinës. Kjo ka dhënë që të nas ka përqëndërshmëri ekipet. Edhe din shumë shpesh me gabu, e fitoj një lojë tjetër në shkoj një lojë në dëp. Ballkoni me trajnerin e ri ka tregu formë të mirë. 3 ndeshje, dhe më thonë pa humbje. Pa humbje, shkon e mund dritën. Në një ndeshje të tensionuar paksa, sepse drita besoj që ka besu mrena vetës që e fiton. Edhe adi kur e shë dritën kur në siklet. Se kur edhe ata lesën e që e bartin. ndihmës parë që e bartin, kur ankohen lejtarët edhe ata që vënë mu ankohen. Këtë ekipi ankohet, në faulla e kështë, edhe parë që drita e dashti shumë e fitua atë loj, pjesën e dytë e dominoj totalisht. Pjesën e parë kënë dëpt. Pjesën e parë ron golla që shonë ata a e këshin analizu mirë, apo gabime, që nga gabime drita që i bune adet në Evropë nuk i bën. I bune do gabime që edhe që ditëshme pak sa, që ndërmbrojtësi në taj golli Kryezio. Në me thonë nga si gabime se shedritën që bën në Evropë. Në me thonë pak edhe terenet, se ta që mësu me lu në terenet mira në Evropë, luj Fadil Vogre, din në Evropë, luj në terenet mira. Aty luj në beton. Aty beton, po beton. Qaj ndeshje, ku njopin ndeshje matë mira, dhe të me cek, dhe me thonë 2 ekipet, Ballkoni me meshe me shpirt e mbrojti fitore, dhe me thonë maksimumin e dhanë. Kumë volë edhe me në litarë Ballkoni, tha 90 minuta në ka ndohë kësi 900, Po. se për një me drita Po. i pranej gollat shpet, anë në këthy të në kohën të sulmu, edhe ata dhe me thonë që po da të lavë, da me meshe me shpirt. Mos me arru, u konë edhe një prej gjykime matë mira që ju bo.
preferimi si vjet. Te qaj kartoni koqën e pak e kom një rezervë, kam ujtë me, se për të parin ja dha për që goditit topin, e dytin ja dha për kopje, ke një kopje e dy anshme një herë, Po. tani ma vonë, po nuk e ndryshoj rezultatin, në menoj që që shpëtu edhe te, gjykim shumë i mirë i mentora jetit, se dy ekipe tension pa, do me thonë e menagjej shumë mirë. Ballkoni e tham që me trajnin e ri po A ka e ke Ballkoni, a menon që ka e ke për me njek titullin? Ballkoni e ka kriju një standard që çdo vjet ka më kon, nëse s'është kampion, ka më kon vend dytë ose treta, vdes. Tash Normal, golën ja nisin këtë njëni del ato po, da? Ka e ke Ballkoni, po mendoj që nuk është Ballkoni aq i frikshëm thojza si vitin e kalum. Ka nevojë Ballkoni për përforcime në janar, e ka një meç shumë të fortë, po mendoj që çalon pak në bank për dallim prej dritës që ka bank më të mirë se vitin e kalum. Po. Drita ka bank më të mirë, po nuk ka rezultate më të mira se po luan çdo 3 ditë dhe ajo mund të më kushtu. Nëse nuk e kthejnë vëmendjen veç në kampionat, mund të më kushtu. Tash e shohmi që jo 5 pikë larg, një lojë ma pak. E ka edhe atë lojë nuk i ka 3 pikë sigurta. Normal, atë si ka asnjëna, e vërtet. Në dytë. Po peshon një garë të hapun, shumë të hapun edhe në fillim e kina pa në shi drita Ballkoni Prishtina, po nuk duhet asnjëherë mu befasu. Leqëseri para disa viteve na ka dhoni një shembull shumë të mirë që nuk duhet mi nënshmu ekipet se me lojë që pi bën Malishiva Dugazhini, nëse nuk mirën seriozisht, kur ti shohmin maj janë vend parë. Jo, ma, këta të një morë seriozisht se dyjat kanë lunë në Evropë, edhe Dugazhini ka lunë në Evropë, edhe Malishiva, dhe me thonë, e kanë zonë vendin e tretë, shumën, e këta e dinë edhe në fund fundit edhe Gjilani nuk është larg me 7 pikë mbrapa Ballkonit, edhe Llapi që jo 9, edhe çto dy gjerot e fundit, paka shumë po, dy do gjerë, atë shapi pi sheqerit, e shohmi kush po shkon për pjesën e jepër me kush për mbijetesë. është njënë për kampionatë ma interesant, nashta me cilësi jo ma i mire, ka pas para 3 vjetëve ku më zgabofsha me cilësi ma i mirë, kur drita dhe Ballkoni dhe Gjilani kanë luftu, edhe Prishtina dhe dykon e ka pas ekipin e mirë vene 4 e përfundan. Ka pas kampionat ma cilësor, po të luftum që shtojnë, që të mënyrë, mote nuk ka pas, shpëtët, betime, Ramako, pej venit 7, dhe i të venit i parë dhe me thonë jënë 9 pikë diferencë, dhe të na për shumë Ballkonin, dam 2 fitore e rani murë, venit e para, Derisa prej vendit 6 deri te vendit 10 janë 6-8 pikë diferencë. po, dhe me thonë edhe, Nuk ka asnjë ekip dorëzuar Ja. që ka dhënë hera të kalume. e vërtet, edhe spesoj që ka me pas, se nërë po folje për pjesën, po folje për pjesën nalë, nërë po folje për pjesën nalë, Ballkonin e shë shumë mirë në fazën e sulmit, e ka një sulm shumë të mirë. Po. Janë betor që pëllujnë bashkë. Ja ka nis me kriju qatë lidhjen me zveti, se ka pas shumë ndryshime, dhe më të largu këta e fazën e sulmit, dhe me marrë këtë lejtar të ri, tash Hamidi, Tola, i Kryezio, Serebe, Giovanni ma mrapa, tani dhaj më Shushurit, Diene, Ismail Geci, e ka një ekip që ja ka nis me funksionu si ekip, po besoj që në vitin e kalum çto e kanë pas pak probleme, se s'kan mujt me funksionu bashkë si ekip. Bënën shumë ndryshime. Shumë ndryshime, për shembull drita nuk e ka këtë zakon, mund të më liru lojtar, por nuk e bën ndryshimin këtë madh për një herë, domethënë. I largon 3-4, 2-3 4 maksimumi, po nuk e prish këtë 11 që domethënë. Momentin që ti pe 11 që i largon 6 ti ke bëj ekip 3. Si ke pru 6-3 standard, pas i ke pos kalum që i ki. E Ballkoni po besoj që si vjet ja ka nis tash me ka merita shumë të mëdha dhe sheje, mos të harrojmë. U largu ka pas mu largu në fund sezonit vjeshtor, po besoj para lajmëru, po ma herët klubi dajti rrugë me to, meritat janë edhe tina. Unë i kom po
disa lojë Edhe mendoj ballkonit. që klubi ka vepruar shumë mirë me Shehin, se përderisa po më thu kom më largu unë në fund vjetorit, okay, unë po të largoj në fillim, të marr dikon tjetër që me pas një ide që është mu qasa në pranverë. Gjum po besoj që shi mos kish pas probleme, kish qëndru, se nuk u kon larg, u kon në kriju në tabelës, Po. që ato veni 3, veni 2 të selke, po që ato problemet që ballkonin çdo vit e kanë pengu, 2 muj mos e paguj për 3 muj me një herë, vedende me thonë, janë tash ti mundesh me ja spjegu tolajt edhe kryezijut. Po që ja spjegon Giovanni Cerebes, Dienes, ose Batarellos, që 2 muj të ka dalë rruga, vedende me thonë, është pak, edhe duhet me që të pjesë besoj që duhet me rregullu ata, sepse për ekip unë besoj që kanë ekip me luftu me dritën, Sigurisht nuk të edhe me 2-3 shpëtuti për forcime në janar, me dritën që unë po besoj që ka me lu edhe në pranverë nga orat evropiane, se venin e lojë s'paka, minimumi 2 lojë se play-offin veç që kotë sigurt, veç naj matematik shumë e ranë një aprish, po dhe me gati e pa mundur, po që posh me përqindje ke 92% që shkon play-off, unë kur ti e 92%, inshallah se ki qatë fat. Po, 0.8%. Po, te 0.8% që me të Po, ato i ka edhe 2 lojë që me marrë edhe me përfitu, ballkoni, tash drita në Evropë, që shpëtet Ramoke 23 dit, ti edhe 20 letar mi pas, lodhesh, tash mundja, që më duke drita interesant. Kur kthehet me Evropës, pjesën e parë e lunë shumë keq, dytën e lunë shumë mirë, vrekonin e kundër ta. Po. Unë këtë lojt i ka ndodhë që shto, lojt që ja ku më përcjell, me Gjilanin, pjesën e parë tu skandal. bukon, po, kthehet pjesën e dytë e fiton 2-1. A det me ballkonin, 3-1, 3-2 e hapi lojën, raste, u godit edhe shtylla më zgabofsha, dhe me thonë, raste pa fund, pjesë dytë, shumë ekipe që ditëshme, unë e kësha pita ta mu lodhën pjesën e dytë, të parën me lu, po, në dytën po kanë energji edhe po kallëtën që s'po dërzohet. Nuk është keq drita në vend e 5, njerëzit mund me menu që është keq, vend e 5 për kampionin, po mos të harrojmë 6 lojë i kalu, sa lojë i kalu pas grupeve? 4 i kalu edhe para se me mëri. Deri në këtë moment ku jem tu bisedu, lojtarët e dritës i kanë zhvillu me 25 ndeshje. Në Europë. Në Evropë e kampionat, ma shumë besoj bile. Jo besoj që ma shumë i kanë. 12-27 ndeshje dhëtë me pas zhvillu me plus edhe kupa 28. Me thonë kanë ma shumë, edhe Ballkoni ka zhvillu në Evropë, edhe Prishtina, po këta kanë shumë ma shumë lojtë zhvillu me. Në Evropë, është një gjysë kampionati tjetër. Edhe nuk është keq pozita e 5, plus e ka një ndeshje ma pak me Prishtinën. 27 ndeshje. 27. Po. Prishtina e dyta. Prishtina, bardh ti e këshyr Prishtinën shumë, qysh po duket Prishtina si vjetë? Unë e kom analizën tempo po ta ngajtonën. Prishtina e nisi kampionatin shumë mirë edhe po besoj që na ka krijuar ajo përshtypje në fillim kur i morë ato rezultate që mas disa viteve ku veç Ballkani drita e diskutu si favorit kryesor për titull, këtë sezon shumë njerëz mendun që Prishtina mos po bën atë hapin tjetër për me arrit me fitu titullin, po nuk e di një ramje në formë për një herë. Bardh që penis Prishtina në qatë mënyrë, qatë shfuare shumë sezonin, që dorën zamor ju mbefasu kur e marrë me parasysh edhe fa largime të pas për ekipës, Rashi, Gallapeni, Albin Krasniqi, Gnapi, Drilan Islami në sush. Po, formacione. Jo, realisht s'kom besu edhe nuk besoj që ka prit dikush realisht që Prishtina ka këtë formë. Po çka më ka befasu mua është largimi i trajnerit përderisa ekipi kem vend parë. Okej, e pat një ramje në formë, po nuk është e shpesht një ekip i cili është lider në tabel me shkarku trajnerin. Tovërlani është një figurë e respektueshme në Prishtinë, ka fitu titullin më herët, tifozët e dojnë. Për të nuk më me dhoni mendim tash për shkak se vetë sa ka ardhur mbetet pos mjalon për me vlerësu, po më prapë shë dritën edhe Ballkanin për titull. Sezoni është hala i gjatë, kam përballë shumë mes veti. Nuk e di, për Dugaxhinin me Malishevën, Dugaxhini prej që ka trajneri i ri duhet për Xhokaj, këta kanë filluar një seri pozitive të rezultateve, njëjtë edhe Malisheva me
e lëm Berishën. Më befasën Gjilani për shkak se na shtaukon ekipi më aktiv në votin kalimtar dhe i ka pas do blerje cilësore, po pozita në tabel nuk reflekton me cilësinë që ka mrena grupit. Ka të shku si duka qenë Malisheva drejt Këndellës, si kanë bërë 2 fitore në anë, si për Gjilani nuk ndodhe shpet. Me kup 3. Po, me kup 3, që do më thonë është halo ma jashtëzakonshme, edhe Gjilani kur të hinë seri është gjithmonë skuadrë e rrezikshme. Llapi qashtu prap, njëjtë si sezonin e kalum, pozitë në fund tabeles, edhe pse Batatina thama se siguroj barazhin që për titull. Gjilani i ka 6 lojë pa humbje. Po, me në këtë garat, një barazim e ka me Ferizajin mrena, Malishevën e ka mujtë jashtë, me Prishtinën ka barazu në kryeqytet. Nuk janë rezultatet këqija, domethënë 4 fitore api vjen, në kampionat edhe 2 barazime, edhe kjo reflekton me pozitën në renditje, qysh ata dhe bardhe ekipin e kanë të mirë, Curri u gjetë mirë atë, në kup kanë vazhdu, se këta kanë një fobi me kup, binë shumë shpesh në gjyre të hershme, edhe bimë për ekipëve që janë favorit absolut. Po, vjet për vllaznimit ranë. Po, ma herët më zgabofsha janë ra prej... Ka ndodhë për Istokut, po, do me thonë për Istokut, që aja e moj men për Istokut, që mos edhe drita në ashtë njerë u eliminu për Istokut. Për Liris drita u eliminu edhe për vllaznimit 2 herë. Po. Do me thonë të 2 ekipe gjilanose, kur jënë super favorit në kup, do me thonë e befasojnë edhe vetër, se lemo tjertë. Për Prishtinën të meta bërqë, edhe Romokin e vetëm se është interesant me po perspektivën e një kundërshtarit. Me këtyra po e rrezikohet. Po, apo tutët. Se kjo tut deri para të gjërave ka pas një frikë të hatashme. Po që tash u relaksu se lojtë që u pret Prishtina mi morë 9 pikë, me Malishevën mrena, me Prishtinën e re jashtë, dhe me Ferizajin mrena, Prishtina e mërë një. Se do mos me Prishtinën e re, do me thonë dështim total. Arsim të që më besoj, pasiguria e por, me to, e kom thonë edhe një ditë me një emision, u ardhë për eliminimit me Larnen, u pashkuj pa të marrë atje një rezultat shumë të mirë, në kryeqytet ku ju më ledhen 70.000 tifoza, unë e kom prit që kalën Larnen e kena mujt, ekipët tonë e kanë mujt të shkumën, edhe unë e kom prit që Larnen Prishtina është duft me kalu. Dhe po besoj që thymja por mes kryesisë klubit edhe trenerit u bata. Po nisja fantastike shta me kampionatit dhe gjëra shumë të mira në humbjeve që kanë me Gjilanin. Ka befasu krejt. I ka befasu krejt edhe Arsim Taqi me ka kallëzu që mos të harrojmë se orpi që ka fitu kupën, ja ka siguru mbjetesën. E ka kallëzu vetën Prishtinë, po tash Prishtina kur i ndodhen çto 3 ndeshje pa fitore, Llapi, Gjilani dhe Malisheva, më kujtu Prishtina para 10 vjetëve, kur treneri që nuk i bëj ke 3 lojë rënd, nuk bëj ke fitore, as nuk u diskutua, të menere kanë hek. Menere pa mor parasysh 5 lojë pa fitore, 5 lojë të fundit 2 pikë. Po. Në kampionat se në kupe ka fitu me top futbolin. Me top futbolin, një lojë. Po plus ata djemë të ri në pjesën e parë kanë mojtë 0-0. 0-0, që ata vëdhëm respekt për kalimin tutë. E tash të Volani mbetet shihet, është një trener që e ka tregu vetëm futbollin ton, ka titull me Prishtinën, ka me Feroniklin, ka bo mirë te Kosova Unistene. Zakonisht mirë. Edhe po besoj që veç ja ka nisë me kriju idenë e vetën e posh me barazimin e Ferizajin, realisht Prishtina më ka që i hupi 2 pikë. Ferizaj mundu lujti mirë, për Prishtinës ju anullun 2 golla, për pozitja është lojë, tash me varë s'kema që ja diskutojmë atë, po Prishtina prodhoj për me fitu, në minutat e fundit, si shme do kësër ata u friksun që mujnë me upi lojën edhe Ferizaj nështë ka mujtë edhe me fitu lojën. Ferizaj mos i do mas me një rast po, me një rast që e patë shumë mirë, me Shabanin. Po. I ka këto 3 ndeshje që i kanë me, dhëtë me marë maksimumin në menet që shumë e rëndësishme për kampionatin ton, Prishtina me met në kontakt me Kreun para pranverës. Problem është më shkëput, po me kon këto pozitat e para që me kon pranvera ma e zjartë. Unë personalisht do më thonë,
Kështu thonë që dora të Orlanit nuk pres mu pa të Deri në Prishtina janar. deri në janar, masi ta kryen edhe fazën përgatitore me klubin, nuk mujna me gjyku në asnjë mënyrë për rezultatet e deri tanishme, se sa ka ardhur, do të thotë gjysmën e lojtarëve hala nuk i nje, hala nuk e din ç'është ku mi pozicionu pa punu një koma të gatme ta. Tokin e njohë mi krejt, e dim që ka bon futbolin e Kosovës, kalon gjurën të pashlyshme, si me klube, ashtu edhe me kombëtarën në sene, që dorën zemër rezultatet e deri tanishme janë shumë të mira. Edhe bardhi tha drita dhe Ballkani për titull. Edhe unë këto dyja isha pak ma të avantazhume, po Prishtina është emër i madh i futbollit Kosovës edhe kur nuk duhet me largu prej, edhe nëse i shkon tash për momentin me pikë të Drenicës, prap nuk e kishna largu prej garës për titull. Se është emër i madh dhe me emën do me dhonë shumë klube i tutën kur përballen ata, edhe shoh Prishtinën, edhe Prishtina deri në fund favorit. Po për një diçka kishna favorizu dritën, nëse është mu favorizu, se në rrethin e tretë i shkon këtë ekipëv, jashtë, po në rrethin e katërt i pret krejt e skuadrat e mëdhanë, më thoj Zapitomi. Italian në rreth 4 tani kalzoj. Jo, në dritën e favorizoj se drita ka shumë pare. I ka fitu 6 milion euro. Po. Edhe mundet një janar me hi me bo Mercato pa frikë, do me thonë, qa po të mungon mbrojtës, bire mbrojtës me sushur, sulmus, qa du Tifaz, jo. Tifaz janë këthy edhe me kriju ekip që e ka lë nivelin e Superligës, po edhe përvoja në garat evropiane, kur po lujnë mandej këtë. Po, bjen pak ritmi se gjithmonë kundër ekipeve të uja tim edhe në gara evropiane mënosh me lujt pa gabimin koncentrim maksimum. Këto drita e ka një fakt për shtypje që hajtë se e kthej, hajtë se e muj, a veden, po drita e ka ekipin ma të mirë në ligë, do në zemër, trenerin mos kem qa folim për to, qa folim ma shumë. Luajn Bajat, 4 herë kampion me 4 ekipe ndryshme, e arrin edhe fazën e grupeve të ligës të konferencës, Zekria Ramadan e ka konfirmu që për futbolin tonë në Kosovë është një prej trajnerëve më të mirë që ka kalu knej edhe vazhdon me sundu. Romakun ty të kisha pas qef me vetë për Malishevën. Për trajnerin, për ekipin. Malisheva realisht e ka ju mbashkua jo dyshja që i ka pas sukseset gjazakonshme me Prishtinën e re, dhe me thonë Sami Boroci si drejtor sportiv, edhe tash e morë edhe Elon Berishën si trajner, edhe dora e Elonit po shihet, do me thonë, pas asaj humbje në lojën e parë kundër Gjelanit, Malisheva u kthy edhe tregoj se është ekip për kreon, boni 2 fitore jashtë, do me thonë, mas asaj humbje lojën e parë me Gjelanin, i ka luajtur 3 ndeshje, i ka marrë 9 pikë me rezultatet pastërta nga 2-0. Ka fitu 2-0 në Prishtinë, 2-0 në Ferizaj, ka mujt 2-0 Drenicën, plus edhe ka ecë tutje në kup të eliminu Trepshën. Malisheva mund të më konë prap befasia e kampionatit. A kona i lejtar që të pëlqen? Te Malisheva, shumë te Malisheva që pëlqen. Po është Robert Ndiqi, do më thonë, njoni kreditorë që mas pak t'i përmendet, po është i jashtëzakonshëm, është në çdo cep të fushës. Etnik Brutin nuk është diçka e re Etnik Bruti, është një prej mësfëshore më të mirë Superligës. Alin Veliu është Gjylani, Aldin Aliu më tharromi që po kalon një formë të mirë. Hazrolajt, Aldin Aliu e ka marrë ekipën për dorë edhe pelunat Hazrolajn si vjet me golat e vet. Malisheva është një ekip shumë interesante. Eloni e ka kthy pak në binar se u kon ekipe çuditshme. Fitoj ke ku se pret hiç. Ta hop ke mrena. Edhe është ekipa me mbrojtjen e dytë më të keqe në Super League, po kjo është me trajnerat kalum, se falem prej ardhes Eloni, do me thoni ka 4 lojë në Super League, i ka veç 2 golla pranum. Po. Kështu që është ekip interesant. Edhe Dugaxhini mos harroj, po du me përmend që është një ekip shumë e fortë, talenti edhe përvoja, lojtarët e talentuar dhe përvoja janë kombinuar në mënyrë
shumë të mirë, tash nuk e di Lukagjini sa ka me pas forcë me qëndru në Alp, po nëse e shohmi dritën Gjilani, Llapin, Prishtinë, Ballkanin që janë skuadra me buxhete shumë të mëdha, edhe janë favorit për titull e për dalje në Evropë, unë besoj që si vjet dikush prej tyre ka me met jashtë e njona prej Malishevës ose Lukagjinit ka me ecë në Evropë. Jam i bindur që një befasi ka me ndodhë. E tash sa del Big Gjon, Pari tha, kush jenë? po, Tash edhe vend kush- shkruan e datën, tha, mone men, datën. jena me 11 dhjetore. Lukagjini ose Malisheva shkojnë në Evropë. Nëse vazhdo, sigurisht, tash. Jena në dhjetore dhe janari bënë të më konë këtë ndryshe, po... Mire the, dhe më thonë, lojtarë me përvojë si Basri, Pefsheli, Po. Kushtrim Gashi, Altin Mërlaku, Altin Merlaku, Makineri lideri e Goja. ekipit, po, dhe më thonë edhe këta trit, Meres Maliqi, Gjemojli, Isufi kanë Plana, Po. është lojtar shumë i mirë, shumë mos interesant. harrojmë për Edhe Sulmusin, Tom Bardhokun që është u kthye edhe po lën mirë, po mos e harrojmë edhe Sulmusin, Ilyasa Sul- ja, Zylfiun gjithësisht, po edhe Morinën. Morir, darda, është një prej Ramaki thotë është një për sulmuzë më të mirë, 3 najherë që janë ardhur dhe po thotë me përcjell me vëmendje thotë se Po. ka me dhezë shumë. darda, Ky është i bindën, e kena pa, do më thonë, 6 pikja ka fitu Lukagjinit brenda këtij muaji me 2 golla në minutat 90. po, unë i kam të rezerva për to. Inshallah më demanton. Inshallah demandan. Por Ramaki di një talentat, Çdo çdo një lojtar- talenta. Çdo Është lojtar njëri por që më ka përmend Kylian Mbappé për shemb. I ka pas 13 vjet Mbappé ka thonë është një i fortë atje prapë ka bë kërsh. na kanë I besoj na këtë. kanë shku shumë talenta, Po. na kanë shku shumë talenta si vjet. E nëse duhet mi përmend që janë në ardhje edhe vitin tjetër mund jam mos mi pas këto. Janë dhe më tonë Erion Sadriu i Ferisajt, Dardan Morina, mos të harrojmë Arjanet Hasani që Po. është pa dyshim zbulimi i vitit 2025. Shta janë top 3 talentat për mendimin tem. Ka dhe shumë tjerë se cila skuadrë. Kem Djenit Isufin, po Djeniti është që po lunë, ka lujtë edhe ma herët edhe në ekip fort dritë, sepse minutazhin e kufizume, po Është edhe ky befasia e Prishtinës që e ka një lëndim tash. Rinor Lugic, Jo, Lugici po se po. që lujtet e Kosova unë se në 2 ndeshjet e fundit, Dren Zeqiri. Dren Zeqirin, po. Edhe ky është dy Ato befasi e madhe. s'pe konsideroj si talent se po lunë ai djali si me Po. pas tu që 10 vjet në Superligë. Është edhe ai shumë Po. shumë mirë ka Se hi në për te sistem. Prishtina përveç Drenit është edhe Elena Meti. Rena Meti që është besoj që është një Edon Zhegrova i futbollit të Kosovës. Edhe me Edhe këtu i kam rezervat e bija. unë e kom pa dhe më thonë edhe Ama unë kom qef më demantu këta. gjithçysh. Ta më Unë demantu kam me, qef demantu me, këta. me punë, me loj, me... Po. Se a dit hidi me Ferizajin Renameti, dash, na nuk mujna me thonë që kjo do të me pas barën kryesore me kry lojen. Po, bëni shumë gabime që kanë mujt me shku aksione ndryshe. Për fond, se jemi edhe në fund, Po, jemi në muajin dhjetor, jemi në fund vitit. Telegrafi vazhdon traditën. traditet me ish për bly, do me thonë më të mirët e vitit në futbollin kosovar, Po, Superligën e Kosovës, përgjithësi. se edhe emrat i kam të shkruar që të ti më shef. Ne që mos bëjmë emra se Ja. është befasi për lezues. I dashur redaktor, na fol pak për eventi që mbahet me 22 dhjetor, Po. Edhe telegrafi event. edhe këtë vit, si kur vitin e kalum, të ta mojmë një event për zgjedhjen e më të mirëve në futbollin e Kosovës, me shpresën që për vitit tashëm edhe sportet e tjera kena me janis me vlerësu, pasi që kena po ngritje në handball e në volejball e për basketball mos të folim, ka shumë interes për kualitet sportistave ndor, vazhdojmë me menu që ka shumë pak. Shumë pak. Lojtar kryesori kena Dardan Berishën edhe Drilen Herizin, që 20 vjet njëjtit luajnë. Po. Po edhe ata duhet me besoj që në tarmën kena mi vlerësu, po këtë vit vazhdojna me edhe çmime si kur në vitin e kalum, portieri i vitit, mbrojtësi i vitit, mesushori i vitit, sulmuesi i vitit.
lojtari më i mirë i sezonit i vitit 2025, trajneri më i mirë, talenti i vitit, klubi më i mirë dhe më i mirë nga lexuesit e Telegrafit Edhe që futbollistja e vitit, mos harro. po edhe futbollistja, se tash futbollistja. Futbollistja e vitit shumë edhe. lexuesit. Po, është çmimi i vitit që e zgjedhin lexuesit, na e kemi sondazhin e hapun që tash e disa Me 20 ditë lojtar. do të qëndroj deri me 19 ose 20 dhjetor ku lexuesit e Telegrafit mujnë me hi me votu Dhe tash janë preferuarit. rreth 5000 vota janë. Po, zakonisht 2-13.000 vota na shkon gjithë, po besoj si vjet kena me thy rekordin, Po. se kemi lojtarë shumë të mirë në gjykimin ton, Po. gjithmonë në gjykimin ton. Unë menoj që na këne kena vlerësu dhe sot nuk na ka dalë keq asnjë. Shumica nuk janë në Kosovë. Kosovë. Kosovë luajnë jashtë. Edhe i kena vlerësu më të mirë edhe aty nuk ju ka orë mirë që i kena vlerësu na për punën që kena bo me futbollin e Kosovës, pasi që na vazhdojna me përcjell futbollin e Kosovës me shumë interes, me formacione zyrtare, me raportet lojve, deklarata her pas her, renditjen, Intervista, analiza e gjithë shka tjetër, po besoj që edhe për diçka që jemi unik me formacionin e javës. po, si gjithmonë, mas çdo gjëra formacioni i javës ku lojtarët më të mirë të asaj jave vlerësohen. Edhe pse kom qefën e me bo dhe formacionin më të keq të javës kanë herë. Po na e marrin në nati. Shumë Ama ka, domethënë mundesh me zgjidh pa problem kanë herë. Për tjerë që gabon mbrojtësa që gabojnë, me sosho që luajnë shumë keq, sulmu si upin rastet 100%, shumë ma lehtë ma leto, kishim pas me zgjedh, ma shumë na u kishin idhnu, Po. se na jem popull që prekum let. Përpara me Romakin kur kena punu në gazeta, e kena po formacioni, po edhe i mirë edhe i keqi. Edhe ky e moment Shumë që prekën. na thershin edhe të shkruajnë edhe Shumë prekën. prekën. Po Amo- s'ku gabu veçuna. Edhe ky shoki jam Po, bashkë ta. Edhe bardhi ka Po, ka gabu. La vedem. Mirë po të domethënë është ma lesh me bë formacionin e keq të javës se të mirë. E të mirë e dorën zemër, domethënë ka shembull mbrojtësi djathtë. Shkëlqen 3-4 o Po, ai duhet me marrë rëndësinë e ndeshjes. po. A vëde. Se ketë plot kanë qef me ditë që zgjedhëm na. Po. Të kallëzoj që zgjedhëm. Ah, Luajnë 2 veta mirë, nanën e djathtë. Qe po shkoj për gjërat fundit. Qenë që t'ja, për shembull, Besniki ka dhënë gol, Ramizi ka asistu, Po. ë Shkoj domethënë me rëz- rëndësinë e ndeshjes. Prishtina u kon favorit kundër Ferizaj. po, Drita e përmendëm që në klin është shumë vështirë, Me, që me po. bo po. gol me dhona është Bonus bonus ekstra. Besniki është një lojtar që gjithmonë e jep maksimumin, po a det të shpërbleu edhe me një gol që zakonshëm që Në sekondën e po, fundit, si sekondën e basket. fundit, Po. Gjithmonë kur e pështon një ekip prej humbjes, kime kimu kon lojtari kryesor Po. për asaj. Edhe mirët parasysh kundërshare që ki përball, Po. rëndësia e ndeshjes edhe Alu Mustafera po, Vendas, Safera Vendas që këtë këtu. ka shumë rëndësi edhe Sa minuta që- lun? Përse ka dikur që lun 20 minuta po e kryin lojën. Po vendimdara, bën Ha, një gol ose dy, qa. sidomos një gol për 3 pikë, ajo është hero. Po. Edhe një veç një për fund, për mshelu me futboll të Kosovës, po du një pyetje mi abo për Ligën e Kampionave. Qëtë në tabele. Sa me këshyr. Arsenal është i pare. Me Realin o vardhe Po, para. ti lu në ekipa në Champions, ti e me Romën s'lu në Champions. Ej, kur Kjo me Realin vend shtatër në atë pjesën. Sabni jo, mu për Roman, unë e veç e kthejnë në Super League. Drita E veç e kthejnë në Super League. 6 gjëra, veç po dijen plafërsisht ekipët që kanë me shku direkt në atë fazën e Eliminimi direkt. eliminimi direkt, jo Parat në janë play-off. të rëndësishme. Po. Cilën ekip e sheni dy ekipët që i sheni ma të mira dhe dy që me pak përmisime mujnë me konë të rrezikshme për me fitu në shtaket Champions League, në bebardit pjanis. Hajde vame. Dy ekipet favorite si vjet për me fitu, besoj që janë Arsenali edhe Bayerni. Po besoj që i shkon edhe Barcelona, po diçka që mundet me penalizu ata është kjo vija e lartë e mbrojtjes, që besoj se me ekipet mëdha kam ju bo problem shumë.
fliku për shumë që s'po hek dorë prej kësaj Ki qefti. strategjie. Vazhdo, Po hek vazhdo. dorë prej kësaj strategjie, po hek dorë prej kësaj strategjie se ky golla shënën është pothuajse sigur çdo ndeshje që Barca shënën, po pranon golla shumë, edhe vija e lartë e mbrojtjes po e penalizon shumë pothuajse në çdo ndeshje të madhe. Mas 50 disa ndeshje kanë me Chelsea nuk ka shënu gol, më thon 50 ndeshje në Real nuk duket kanë pos. Po Realin gjithë e kena llogarit favorit, po si vjet Ti po probleme. thu Barcelona me Realin e ekipe që me pak përmirësim çore. Sit vjet e ka fitu Parisi. Parisi nuk u kon as në tetëshe. Janë ekipe që Gjyrën e një fundit e anar, ka- po e në ka gjyrën e siguru. fundit Vilem Fundi ka siguru që Stuttgartin e ka mujt. Stuttgartin. Janë të ekipe që një Pra, anar me qëta i përmirësojnë shumë gabimet edhe nisën edhe s'ka që i nalë. Ta në finale shkun, qa bënë në finale ata, sa fitun. Nuk e dimi. Duhet me veç kombini. Dhe me thonë, unë e shë, nuk i shë veç për shembull Arsenal e Bayern, për shembull unë Arsenalin e shë shumë të mirë, po për shembull Interin e shë ma mirë se Bayernin. Po ki vuja, ta shtreneri ri edhe së të mujtë me gjithë formulën për ndeshjet mëdha. Edhe përshë që pak ne kep ko tension, se Interi s'është i keq. Interi mundet me më rritë dhe në fundit dhe mi hongër 5 në lojën e fundit, se ka problem ato, po është ekip që ti merë në qafë plot ekipe. City, me pak përmirësime mundet me konë shumë i rrezikshëm. Liverpooli, po besoj që ja kanë nisë veç mi morë komte, kanë zbulu që problemi është lojtari që nuk nganë, në futboll modern nuk e ki mo atë mundësi. Ti po mendon që Salaja problemi. Po, unë e mendoj që Salaj pe Ai fillimit. nuk luajti në 3 lojtë e fundit çka ka bu Liverpooli. Fitoj me Interin Musafer, që Po, e para Interit? Me të 3-3, po ato... Ai 3-3, po nuk është problemi. Zhvilloj. Ma problem, e kena Salaj. diskutu te Liverpooli kush është ma problem se Salah besoj që është Florian Wirtz ju për shkak të formës ti, po kur u transferuaj u doshë me ndrua sistemi, edhe treshja mes fushës Szoboszlai me Kallister edhe Gravenberch, ajo U prish edhe Szoboszlai tash është lojtar pa pozitë, se Edhe muj me Wenger po thonë direkt luan, se po. her po lun mbrojtësi majt, her Po- po lun mes fush, her po lun Sot sën, dita do me zot. thonë Une- është të përdorë si gjoker në shumë pozita, veç për me adaptu në loj Wirtzin. Unë e menoj që Virzi ka pas super oferta. Ku dush me shku? Ku ka dash ka mujt me shku? Bayern, ka Po- pas ofertë konkrete, po leçë një premtu në mundësia, do me thonë, Liverpooli ka thonë të kemi luqë që të. Po, Edhe na kena po. me kryu ekipin për rreth teje. Liverpooli po besoj që pak voni ka ronë. Unë menoj që Van Dijkin, Salahin, nështë edhe Alisonin, ish dasht mos mi avardu kontrata. Ki shkriju shumë bujt madhe mos vazhdimi kontrata tyne, po jem të po që lejtarët që sidomos Van Dijk dhe Salah nuk keni mujnë mua ekipin. Veç dëmbojnë. Sidomos ai mbrojtësi, si të më qotim shumë tupit me dorë kanë erë, kështu abden, si janë bollist. Edhe menojnë se se shef. Edhe Salahi tash po mendon që ekipa do të me vazhdu me lu për ta. Mos hajrojmë që Liverpooli ka transferuar dy lojtarë që bojnë me 100 milion euro. Edhe ata janë ardhmja klubit, janë shumë të ri, me potencial të jashtëzakonshëm, e kanë kallëzu veten klube 300 tjera. milion kanë kushtu, domethënë Isaki, Ekitike edhe Virsi. Edhe Salahi nështë tash u mësuaj me përgdhel atë, Po. me kon faraoni i Liverpoolit, po ai duhet të më pajtu me situatën, dhe duhet me vrapu edhe me dhon një që shepin tjerë. Në shë është jashtëzakonisht shumë egoist, nuk e pasën topin Po. edhe kur i ka bashkëtar. Sa egoist është se kallzoi edhe deklarata e fundit. Edhe Maneja, po se po, Maneja, Ky ka tash pas probleme Maneja edhe me ka folë që klubin. tash, Maneja ka folë që tash, Po, po, Mane ka folë ka thonë, e ka kallëzu diferencën mes Firminës edhe ke mos i shkon Firminën ai shumë myt. po. Po Firmini na gjyke topin dy vetë. Ka pas probleme edhe me Jurgen Kloppin, Po, doja po. me Vestemin, Po. e Zëvenson, edhe tha, problemi, kur tha nuk ka problem, as si trajner, tha me Salon, problemi vetëm është tha kur e Zëvenson ato prej lojës, ose kur nuk e shtin Po. prej minutës parë, Po. që do me thonë për aftësi ti, ose për ato që mundet me bon lojë, s'ka probleme, po veç nëse e prek, aty, Po, interesin e po shumë vetë e hyrje- bën. s'kan qef me u zëvendësu me një ndeshje, po mendojnë që janë pa prekshëm, I shoh me po tash u Hajde ortohet që vetimin të futboll. vete ky më befasën me do çështa. Çe kur na shkon. më kolla me çdo betim. Romak, edhe makën të vete. Hajde. Juventus e ka lënë Jo. lunë me Benficën,
mrena edhe i shkon Top 8 që ne ka problem. top 10 jo mëra jetë play-off që do. Playoff po. Playoff po. Jo se larga do që në top 10 që unë mendoj që prej këtyne futet veç Barcelona se i ka dy lojë shumë të lehta në letër. Me Slavia Pragën e ka Slavia dhe edhe Kopenhagenin. po. I merr 6 pikë dhe besoj që shkon Barcelona për në top 10. Ama do të mi hup minimumi Interi Reali do të me hup shumë pikë. Reali ka me Monakon, e pret Monakon edhe i shkon Jose Mourinho's. Po. Një po një ndeshje me hup këta, një ndeshje Interi me mos hup. harrojnë ka lojën me Arsenalin. Edhe me Okej. Dortmundin. Arsenalin ashtë atash është pak ma i qetë për shkak se është ekipi vetëm me rekord perfekt. Po besoj në ashtë Arteta mundet me konsiderua ndeshje sa për numra, Po. Që me pos pak rotacione edhe pse me kriju mundësia Interit. pozitat tash me shortin e ri kanë me lu shumë rol të rëndësishëm. Edhe nëse ky vend e parë se ma herët nuk ke kështu. Në të kalumin tash i kanë dhënë rëndësi edhe pozitat para. Këta lojën e parë e luajnë Musafer. Dytën vendas. Po. Vendas. Po para Arsenalin përshoj si ekipën më të kompletuar si vjet, edhe ka bo domethënë përforcime jashtëzakonisht mëdha, sidomos mbrojtje kur e shoh me çfarë lojtar ka pas, çka ka marrë, domethënë i ka marrë 2-3 qendërmbrojtësa, të bon mbrojtje nguri, e shoh me 6 lojë 17 golla që nuk më jetë psum. Edhe në kampionat Po, edhe në kampionat Guardiola para misioni pa mundur në javë gol. O për ndalesën e Arsenalit, s'u ndalu vesh. Po me Duhet një deklaratë të tillë, tha duhet më lut mas pari me pranu një goll ata, tani Po. shohni aponolën ajo. Do të thonë Arsenali është ekipa më serioze si në Ligë Kampionëve si në Ligën Premier League, se e një ekip që e ka mbrojtje nguri e jashtëzakonishëm. Po pajtona dhe me Bardhin Bayern Müncheni, me Bardhin po pajtona me ty as pak. Plus Bayerni Interi do të nuk me llogarit që kthehet edhe Musiala tash. Interi Veç problem bën ai. Interi në asnjë mënyrë nuk mund të më vlerësu më nalë se Bayerni. Bayerni është një ekip. More e kallzojnë Bayerni kallzojnë rezultatet. Edhe për të kaluar po flas për shëvjet e për fundit. të ardhmen. Do të thonë Bayerni është konsiderohet një prej 5 ekipeve më të mëdha në botë. Jo, unë për kështu më madh është ju ne di sa është i madh Bayerni. Po jo, edhe si vjet domethënë. Ama si vjet unë Në Champions League shumë rol edhe tradita, edhe përvoja klube, edhe pse nëse veç se trajnerat s'kan përvojë trajnerat asnjëunës, as Bayernit as një pyetje. Hajde. Thjesht kam ja bënë. Arsenal Bayern, kush ka lënë? Arsenal, Paris Bayern. Bayern. Bayerni. E mund Parisin? Po. Kur? Që i dashun Paris. City Bayern. Bayerni. Real Madrid Bayern. Bayern. Unë e menoj që këtë qëto eliminojnë Bayernin, qëto që i përmena, a Interi nuk mujnë me eliminu. Për shambull, cilës t'i bjanë me 2 lojë, Interi tranën krejt, 0-0, dhe veç kër e pa i shpilale. Lautaro të e bo shpagën me Niko Pazin, atë, Interi, qëre, Romoki thani sen, 4 golla i ka marrë, realisht loja fundit me Liverpoolin, ata gollën që eliminun ish dosht me kon gollën e menoj, a penalin që abuni ke penal i let me Liverpoolin. Veç 4 golla i kanë marrë, dhe këta pranojnë shumë pak golla, Po, përse ata Po, mbrojtja mbrojtja lunë shumë rol, sidomos si garat shkurta ku nuk do të me pranu goll, janë ekipe të rrezikshme. Juventusi jam, du me full dhe fjalë për debutimin. Për debutimin për një si shpirti. për ndeshjen e parë si startues të Don Zhegrovës, që dje i kum shti me këshyr Juventusin me za, a e kanë këshyr dje. Të mërkuren, se këtë shtunën episodi. Kum shti me këshyr Juventusin me za, e këta i kum përzon në televizorin larg atje, e kanë këshyr Realin me Cityn, debutoj, ka debutu moti, po lujti për ndeshjen e parë për minutës parë, mas saksisht një vitit, e Don Zhegrova, 45 minuta, Spalletti e mur mbrojtje, tha nuk keni mund me kënë edhe ka lollu aq sa dohet, edhe realisht du të minimu për me ja hop hapësirat, ata du të me lëviz
mes linjave të mbrojtjes e të mes fushës. Nuk e paraqitje keqe shumë e kanë konsideru se jo për të mirë, por paraqitje ke stabile kundër një ekipit Shqipëriat atje pa fos. Është shumë ekip interesant. E ka mujt Villarrealin për shembull. Kanë nxjerr pikë Monakos. Monakos. Se vjetë si vendas Bayern e kanë bosh. E patët një derbi, domethënë Me pa fosin na kon, çka kon interesanti, po, na kon vënë 24, vënë i fundit të play-offit, ata janë kont 25, në tar bordhet se bashkë kem drejt bash derbi dash goga. Derbi i fundit të renditjes. Tash apo vin ata ve liga na tha hajta se jo fitoni. Një paraqitje shumë e mirë kanë. Juventusit i mungojnë shumë sene, shumë, domethënë Bremer është mungesa më e madhe. Po Bremeri lun Juventusit shumë superstari i dytë i ekipit pas Kenan Yıldız. Është s'po di. Tjerë domethënë asnjë në Edhe një sulmues që mbështetjet e ekipit që shënon pak më rregullisht, për shkak se nuk e ka Juventusi një sulmues që ta krijon atë përshtypjen që është gollgate. Është po. E tha dhe Marquez legjenda e Juventusit i kritikoi hapur, tha për shembull Jonathan David Openda, tha këta janë lojtarë tha që nuk bojnë tha për Juventus. Po i sigurisht. David tha më shumë ta veç pa ide në fushë, ta veç numër. Edhe pse Davidi ka pa free agent. Juventusi nuk ka Openda ka kushtuar 40 milionë se nuk ka me detyrim blerja drejt. Drejt. Po Juventusi përderisa aty e ka një serb si Dušan Vlahović, ai u kon lojtari kryesor dhe domethënë s'ka dhon kur gjë. Ata u kundosh mu liru prej ti, në momentin që liruan prej ti, janë hapësirat më të mëdha për këta sulmues e ri që kanë ardhur, Jonathan Davidi, domethënë kena pa ti sidomos si tifoz i Realit edhe vjet që ju ka bërë me Zhegrovën, domethënë Jonathan Davidi është lojtar goli, edhe sigurisht që me pas hapësira. Juventusin e kanë mujt vjet. Po, me pas hapësira më shumë bon gola se është lojtar që e një golin, shënon shumë edhe nëse i shluq këtë reshe t'i shkon titulare si David Cender, Zhegrova një anë edhe Yıldız me anë mendoj që sulmi Juventusit t'i shkon flok, sidomos për Itali. Unë e kom ditë pse nuk po lun ai. E kom ditë pse s'po lun ai ma gjatë. Vret që ka probleme fizike, është shumë problem edhe muskujt edhe dete krijojnë atë aftësinë me lujti ma shumë minuta. Trajnerat italianë kanë këto, domethënë t'i japin 10 minuta, ata ne janë nisin 20, 30, ja nuk lajnë. Po çfarë shumë u bë presioni i madh që me po t'u lu ma shumë, haje vendosi për minutës parë besoj. E kena bisedu me bardhen dje këta. Po tash e ka fazën përgatitore dimnit edhe po besoj që Zhegrova ka dal ka me kap minuta ma shumë edhe ka me qenë vendimtar, ma shumë vendimtar se që është, edhe ka me pas minuta ma shumë. Në Juventus është një arritje shumë e madhe për lojtar tonin me lujt në Juventus edhe ajo s'ka fjalë. Nuk diskutohet mas. E presim domethënë e donin që më kon domethënë prej janarit tani një lojtarëve kjo që donin nuk dyshojnë në asnjë mënyrë që ka me kap formacionin në bazë, përse Juventusi është një prej klubeve me stafin mjekësor më të mirë në Itali edhe nuk e djekin lojtarin, shkojnë gradualisht të shtin formë dhe sigurisht që e doni me një anë Yıldızin anën tjetër, edhe nëse është Davidi ose një sulmues tjetër, presoj veç mos jetë Vlahovići, atëherë Juventusi ka me pas sulmin flak. Kaç për këtë epizod? Po besoj i kryet. Mbyllim me këto fjalë t'ja zakonshme për Etonin. Kenan Yıldızin. Ta vdem faleminderit. Ishte knatësi. Faleminderit. Folëm për Superligën, për Kupën e Kosovës, Ligën e parë, që është një garë jashtëzakonisht interesante. Folëm edhe për çmimet që kanë mundohet te Telegrafi, edhe për Ligën e Kampionëve. Shikues të nderuar, pa harrumi falenderu edhe mbështetësit tanë, që është pija numër 1 në vend, Golden Eagle, Ermëne dhe Express. Falenderit dhe shihemi javën tjetër.